Termi trafikim po zë vend gjithnjë më shumë në shoqërinë kosovare. Viktimat e trafikimit mund të jenë brenda për brenda apo nga shteti në shtet. Viktimat të tilla ka edhe nën moshën 18 vjeçare, të cilat si raste të zbuluara, të identifikuara dhe të tërhequra prej vendeve të caktuara janë në procesin e riintegrimit në Kosovë. Si pasojë e këtij fenomeni, në Kosovë vazhdon implementimi i projekteve të ndryshme për vetëdijësimin e opinionit. Labinot Berisha, nga Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve jo rezidente të Kosovës, e cila është e thirrur në planin e parandalimit të trafikimit të qenieve njerëzore. Kem mbajt fushatat e ndryshme që kanë qenë të mbështetura nga qeveria Kosovës, nga IOMI apo dhe organizatat e tjera, për të cilët qytetarët kanë pas rastin të marrin pjesë dhe të kuptojnë drejtë se çka nënkupton trafikimi. Si manifestohet trafikimi i qenieve njerëzore në këtë rajon? Adem Lushaj, drejtor ekzekutiv i shoqatës intelektualëve të pavarur, e cila merret me hulumtimin e kësaj dukurie që nga viti 2000, përgjigjet. Tash më tepër kjo reflektohet në punësimi në për lokalet të ndryshme. Do thot aty më tepër janë të ekspozume këto raste, ku kemi pas raste të trafikimit edhe nga jashtë Kosovës, po edhe brenda Kosovës, po edhe vetë deçanase ka pas të tilla. Organi që ka përgjegjësinë për zbulimin dhe luftimin e kësaj dukurie është Shërbimi Policor i Kosovës. Njësitet kundër trafikimit të qenieve njerëzore, të cilat veprojnë në rajonin e Prishtinës, të shtunën në Ajvali arrestuan 13 persona të dyshuar për trafikim të qenieve njerëzore dhe për prostitucion, prej të cilëve 5 meshkuj nga Kosova dhe 8 femra nga Moldavia. Njësiti i SHPK-s në rajonin e Pejës ka zbuluar 5 raste të trafikimit të qenieve njerëzore, 4 prej të cilave për brenda Kosovës dhe një tjetër që vjen nga Moldavia, përderisa 11 viktima të tjera të cilat kanë qëndruar ilegalisht në rajonin e Pejës dhe dyshohet se janë shfrytzuar për prostitucion, janë kthyer në vendet e tyre, në Moldavi, Bullgari dhe në Shqipëri, vende të cilat konsiderohen ndër kanalet më të shpeshta të trafikimit të qenieve njerëzore. Labinot Berisha, nga Ministria e Kulturës, e thirrur në planin e parandalimit të trafikimit të qenieve njerëzore. Viktimat e trafikimit na vinë prej vendeve të ndryshme, nga Bullgaria, Rumania, Maqedonia, Kosova, Shqipëria dhe vendet e tjera. Labinot Berisha ishte edhe koordinatori i projektit Programi kundër trafikimit të qenieve njerëzore për Kosovë, të cilin ai e cilëson si domosdoshmëri të kohës. Implementimi i një projekti të tillë, jo vetëm që ka qenë domosdoshmëri e kohës, por mendoj që janë të domosdoshme realizimi shumë projekte të tjera për arsye që ballafaqohemi me një fenomen mjaft shqetësues për nga natyra, sepse trafikimi i qenieve njerëzore nuk një religjion, nuk një kufi artificial apo natyror. Programi kundër trafikimit të qenieve njerëzore ishte nis me Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë në bashkëpunim me organizatën The Door që vepron në Shkodër. Ky projekt ballkanik për shkak të rëndësisë pati një shtrirje të gjerë. Implementimi i tij filloi në Tiranë dhe në Shkodër, vazhdoi në Prishtinë për t'u shpërngulur në Maqedoni. Ai u implementua edhe në Bullgari dhe në Rumani. Labinot Berisha flet për implementimin e këtij projekti në Kosovë. Besoj që dhe ne si ministri kem përcjell formën e duhur para trive në 30 komunat Kosovës për kundër trafikim dhe kem shtjellu se çka nënkupton trafikimi, dallimi mes prostitucionit dhe trafikimit, kontrabandimit me njerëz, migrimit legal dhe ilegal dhe pasojat dhe ndërlidhjet që kanë ky fenomen në përgjithësi. Qeveria e Kosovës tashmë ka aprovuar planin e veprimit për kundër trafikim dhe sot institucionet e saj janë përgjegjëse për parandalimin, ndjekjen dhe riintegrimin e viktimave të trafikimit dhe për kapjen e njerëzve që merren me kryerjen e këtyre akteve.